Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për Al Jazeera ku ka folur për sigurinë e Europë, luftën në Ukrainë dhe rolin e Bashkimit Evropian dhe NATO-s në rajon. Rama ka shprehur se Rusia nuk përbën rrezik për vendet anëtare të NATO-s, përfshirë Shqipërinë, duke theksuar se një sulm ndaj tyre do të ishte krejtësisht marrëzi. Ai gjithashtu ka kritikuar mungesën e një plani të qartë paqeje nga ana e BE-s për konfliktin në Ukrainë dhe ka kërkuar më shumë angazhim diplomatik. Sipas Ramës, shqiptarët nuk kanë frikë dhe vendi nuk ka arsye të ndjejë presion nga Rusia, ndërsa thekson se në Ballkan duhet ketë më shumë vëmendje dhe siguri për stabilitetin e rajonit. Siç raporton Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka minimizuar shqetësimin e perëndimit se Rusia po përgatitet për konflikte të tjera në Europë dhe ka sugjeruar që Bashkimi Evropian të ketë një plan konkret paqeje për Ukrainën në kohën kur SBA po përpiqen të japin fund luftës. Rama për Al Jazeera ka folur në margjinat e konferencës Berlin Global Dialogue në fund të muajit kaluar dhe tha se do të ishte krejtësisht marrëzi për ndonjë shtet të sulmonte anëtarët e BE-s ose të NATO-s. Rusia nuk do të sulmojë Shqipërinë dhe Rusia nuk do të sulmojë asnjë vend tjetër evropian. NATO është gati për çdo lloj agresioni. NATO nuk ka pse të ketë frikë nga askush apo nga asgjë, sepse është ushtria më e fortë në botë deri më tani, u shpreh ai. Qeveria Rama ka qenë e zëshme në kritikën e saj ndaj pushtimit të plotë rus të Ukrainës dhe mbështet sanksionet e BE-s ndaj Moskës, por Rama i tha Al Jazeera se fakti që BE nuk ka një plan paqeje duket shumë e çuditshme. Sipas Ramës, Bashkimi Evropian duhet mendojë për të pasur diplomacinë e vet në veprim për të promovuar vizionin e vet të paqes. Sipas tij, zyrtarët e BE-s duhet të gjejnë një mënyrë për të folur me rusët për t'i dhënë fund luftës. Rama deklaron se Shqipëria, e cila nuk ka raportuar ndonjë shfaqje dronësh rus, ndjen pak presion, pavarësisht incidenteve të dukshme, ndërkohë që vendet e Europës lindore që kufizohen me Rusinë janë në gatishmëri të lartë sigurie. Unë jam shqiptar, ne nuk kemi frikë. Nuk ka vend për armiqësi ruse në Shqipëri, sepse nuk ka simpati për Rusinë, u shpreh Rama.